nesër, kur nuk do të jenë mamet. Të palodhshme që punojnë në këtë probleme. Unë më vërtet jam shumë falënderues për bashkëpunimin, për mirë koordinim. Qëllimi i konferencës është adresimi sfidave, progresit dhe veprimeve që duhet ndërmarrim për të drejtat e personave me autizëm. Pas një pune të përbashkët në koordinim të zyres së kryeministit, zyres për qeverisë të mirë, me gjithë institucionet përkatëse, ministritë relevante, agjensitë, komunat e Kosovës dhe organizatat e shoqërisë civile, në veçanti organizatat që punojnë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, ne së bashku kemi zhvillu dhe kemi finalizuar strategjinë nacionale për drejtat e personave me aftësi të kufizuar, dokument strategjik i cili është miratuar në qeveri me 12 mars të këtij viti. Aty janë vendosë prioritetet strategjike të periudhës 2025-30, që ka për qëllim gjithëpërfshirjen, shërbimet sociale, arsimim cilësor, shërbime shëndetësore, qasja adekuate për personat me aftësi të kufizuar dhe shumë objektiva tjera që janë parapa në këtë dokument strategjik. Veprimet që duhet të ndërmarrim natyrisht në zbatimin e planit të veprimit për secilin aktivitet që kanë vendosur ministritë përkatëse në objektivat e planit për neve janë prioritetet të këtij viti dhe viteve që vinë në vazhdimsi. Ministria e Drejtësisë po vazhdon që të merret me reformën në shërbime sociale, por po ashtu edhe shërbime familjare, në aspektin legjislativ, por po ashtu edhe në aspektin e buxhetimit të këtyre shërbimeve, me qëllim që ta krijojmë një sistem të shërbimit social që është gjithëpërfshirës, që është i qasshëm, që është efikas po ashtu dhe që vlen për çdo person që është në nevojë sociale. Aktualisht ne jemi në fazën e hartimit të akteve nënligjore, të cilat derivojnë nga ligji për shërbimet sociale dhe familjare. Po punohet me dinamikë të shtuar brenda kapaciteteve tona pra të shërbimit civil, që këto akte të përfundojnë në mënyrë që të kompletohet reforma e nisur, por po ashtu edhe të hapet rruga e zbatimit të politikave të reja, të cilat fuqizojnë shërbimet kafshi personave në nevojë sociale dhe krijojnë hapësirë për gjithëpërfshirje në marrjen e shërbimeve të nevojshme nga gjithë personat në nevojë sociale, në këtë rast edhe personat të cilët janë të prekur nga autizmi. Ndërsa sa i përket aspektit buxhetor, vetëm në këto 3 vitet e fundit, Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës ka pas në dispozicion një fond prej 6.3 milion euro për shërbime sociale dhe familjare. Unë duhet të them që është fondi më i madh që ka pasur ndonjëherë apo që është ndarë ndonjëherë nga qeveria, por po ashtu më duhet të theksoj që ky buxhet ndër vite duhet të rritet në mënyrë që të arrijmë që t'i mbulojmë të gjitha nevojat të cilat i kanë fëmijët me autizëm, por në përgjithësi edhe kategoritë e tjera. Pra për vitin 2023-2024 kanë qenë 3.8 milion euro, ndërsa në vitin 2025, si asnjëherë më parë, pra këtë vit, kemi një buxhet prej 2.5 milion euro, i cili do të jetë në funksion të fuqizimit cilësor dhe sasior të shërbimeve, kafshi kategorive të ndryshme të njerëzve në nevojë sociale, përfshirë edhe personat e prekur nga autizmi. E përmendi edhe zoti Hajredini, që thirrja për këtë vit është hap gjatë muajit shkurt dhe aktualisht jemi në fazën e vlerësimit të projekteve, të organizatave të cilat janë të licencuara që të ofrojnë shërbime sociale dhe familjare. Këtu duhet të tërheq vëmendjen sepse po kemi problem me organizata të cilat nuk kanë licencë dhe aplikojnë në Ministrinë e Drejtësisë. Duhet të them sërish dhe hapur që Ministria e Drejtësisë nuk mund të mbështesë organizata të cilat nuk kanë licencë. Prandaj kushdo që aplikon për këto fonde duhet ta ketë të qartë që së pari duhet ta ketë licencën që ofron shërbime të tilla dhe pastaj të aplikoj në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Ne natyrisht nuk gjykojmë punën e asnjë organizate, sepse kam dëgjuar që ka shumë diskutime në këtë drejtim. Mirë po, ne zbatojmë strikt legjislacionin dhe
akte tjera të cilat janë në fuqi. Dhe unë besoj shumë që nga kjo thirrje dhe përmes buxhetit të vitit 2025 do të kontraktojmë shërbime shumë të nevojshme, shumë të rëndësishme për personat të cilët janë me autizëm, në veçanti për fëmijët e prekur nga autizmi. Unë do doja shumë që fokusin dhe përkushtimin e nivelit qendror karshi shërbimeve sociale dhe familjare ta ketë edhe niveli lokal. Duhet sërish ta them dhe ta përsëris, kemi shumë sfida në bashkëpunimin me komunat. Kudo që ne kemi shkuar në vizita, në organizata që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare, që veprojnë apo operojnë në kuadër të komunave të Republikës Kosovës, kanë shprehur shqetësim që nuk po mbështeten në raport me sfidat të cilat i kanë nga komunat. Është përgjegjësi e nivelit qendror, por gjithashtu dhe sidomos është përgjegjësi edhe e nivelit lokal që t'i kryej të gjitha obligimet që kanë ndaj qytetarëve të asaj komune. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të buxhetohen shërbimet dhe pastaj në këtë mënyrë t'ju ndihmojnë edhe organizatave, por edhe personave, fëmijëve, të cilët janë të prekur nga autizmi apo forma të tjera. Pra, unë besoj fuqishëm se mirëqenia sociale e familjes dhe shoqërisë është tashmë jashtëzakonisht e rëndësishme, ka qenë çdo herë, por që duhet me theksu që nuk ka pasur në të kaluarën prioritet që të adresohen përgjegjësitë e institucioneve, thras që secili nga institucionet qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror, t'i kryej obligimet që ka. Ne po përpiqemi maksimalisht si qeveri që t'i adresojmë përgjegjësitë që i kemi. Pra, si qeveri, si ministri dhe komuna, përveç investimeve, si me thonë, kapitale, të kthejmë vëmendjen edhe në shërbimet të cilat janë jetike për një shoqëri të shëndosh dhe funksionale, siç janë shërbimet sociale për personat me autizëm dhe kategoritë e tjera në nevojë sociale. Po ashtu është obligimi i përbashkët i yni që të vendosim urat bashkëpunimit në mënyrë që ndërtimi i sistemit shtetëror social të jetë gjithëpërfshirës, duke marrë parasysh kontributin e secilit në çdo nivel qeverisjes për të mirën e përgjithshme. Prandaj në këtë frymë unë juftoj edhe më tutje të zgjerojmë bashkëpunimin tonë në mënyrë që të krijojmë një sistem social funksional dhe në shërbim të atyre që kanë më së shumti nevojë për shërbime të tilla. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj, sigurisht unë do të jem këtu që të shoh edhe këndvështrimet e përfaqësuesve, sidomos panelistëve, por jo vetëm, dhe shpreh edhe një herë vullnetin edhe qeverisë Republikës Kosovës, por edhe të Ministrisë së Drejtësisë që të adresojmë përgjegjësitë që i kemi, sikurse edhe një herë thras nivelin komunal që t'i kryej detyrat që i ka ndaj qytetarëve të komunave. Faleminderit shumë. Sot, ne ende vazhdojmë të përballemi me forma e vështirësitë të ndryshme, si në fushën arsimore, shëndetësore dhe jo vetëm. Vështirësitë fillojnë që për shkak të mosnjohjes së plotë apo të kufizuar duke përfshirë diagnozën e vonuar, mungesat e mbështetjes apo pas kësaj diagnoze që jepet. Vështirësitë në akses në arsim, shërbime sociale dhe shëndetësore. Tranzicione shumë të vështira nga fëmijëria në moshën e adultëve. Ne duke i njohur familjet e personave me çrregullimin autik, kur dhe vetë jemi pjesë të këtyre familjeve, shohim çdo ditë se ata bartin sistematikisht ngarkesa të konsiderueshme emocionale, ekonomike dhe të kujdesit. Atëherë mund të themi se autizmi ka ndikim jo vetëm tek personi me këtë çrregullim, por dhe tek familja e tyre. Kështu që numri i personave që preket nga autizmi është shumë i lartë. Prandaj këtu dëshiroj të nënvizoj nevojën e ngutshme për një trup multidisiplinare për diagnostifikimin e fëmijëve me autizëm në mosha të hershme. Në 2, nevojën për intervenimin e hershëm, sepse eksperjenca ka treguar se trajtimi më i mirë i personave me autizëm është edukimi i hershëm dhe i specializuar, i cili synon për shtatjen e ambientit rrethues me nevojat e tyre. 3. Nevojën e një databaze. Ndër vite kemi kërkuar një databazë nivel vendi, nivel kombëtar, ku do të kemi të gjitha shifrat, të gjitha të dhënat se sa fëmijë, sa persona me autizëm janë nivel vendi dhe ende ajo i mungon Kosovës. Dhe kjo do të lehtësonte qeveritë e Kosovës që të punojnë strategjitë edhe të bëjnë politika, domethënë me nxjerrjen e strategjive dhe planeve të veprimit, që do të punojnë në të ardhmen për të mirën e personave me aftësi të kufizuara.
4. Nevojat për plotësimin e infrastrukturës ligjore. Që nga viti 2016, si shoqata kemi punuar bashkë me Ministrinë e Punës dikur për nxjerrjen në hartimin, fillimisht hartimin e ligjit gjithëpërfshirës që i themi ne për personat me aftësi të kufizuara. Por që në fakt ende nuk është finalizuar. Ende ne po punojmë fort që ai ligj të shtyhet dhe këtu kërkoj në këtë takim, në këtë konferencë që të mirës shumë seriozisht kërkesa e gjitha shoqatave, familjarëve, e personave, jo vetëm të familjeve të personave me autizëm, po të gjithë personave që ky ligj shtyhet përpara. Është ligj jetiv për gjitha familjet. Këta atim kisha do shumë seriozisht qeveria me pranu edhe me marë, sepse jemi me vite të e prit edhe janë shumë të dëmtu dhe familjet edhe personat. Nën 5, nevojën për zbatimin e ligjeve që prekin aftësinë e kufizuar. Kosova si demokraci e re, domethënë ka nxjerrë shumë ligje, por cilat pastaj në zbatimin e tyre në terren shpesh hasin në vështirësi dhe kategoritë e ndryshme të aftësisë kufizume i bartin këto shqetësime dhe te ne që zbatueshmëria domethënë ende ka vend për të korrigjuar. 6. Ofrimi institucioneve të shërbimeve sociale. 7. Nevojën për asistent shkolla. Qëndrueshmëria e shërbimeve për të rriturit me autizëm është një çështje shumë e rëndësishme për sigurimin e mbështetjes së nevojshme gjatë gjithë jetës së tyre. Shërbimet e tilla përfshin mbështetje në fusha të ndryshme si trajtimi mjekësor, që e dim trajtimi mjekësor për një të rritur në këtë rast është mjaft, ka kosto shumë të lartë dhe bara kryesore i bie familjes. Fatkeqësisht ajo mbështetja që marrin nga institucionet tona është 120 euro, peceku me shifër, sa mjafton në këtë rast për shërbimet shëndetësore që na është 20 fishi i kësaj shume edhe është diskutabile a mbulon apo jo. Pro bara kryesore i bie në këtë rast familjes, fatkeqësisht. Shërbimet e tilla përfshin mbështetje në fusha të ndryshme, e përmenem trajtimi mjekësor që ka kosto shumë të lartë, zhvillimi i aftësive shoqërore. E ceku ma herët edhe zonja Hatixha që në këtë rast të rriturit me autizëm, i mësu çdo ditë flasin fëmijët me autizëm dhe flitet shumë pak për të rriturit me autizëm, që fatkeqësisht mbi 90% të tyre janë të mbyllur në shtëpia. E kom cek në vazhdimsi që kishte qenë shumë mirë, shkojmë edhe t'i vizitojmë ato familje, të më përfshi edhe mu pse jo, edhe unë jam një nane, një vajzë 24 vjeçare, që për momentin jam këtu në konferencë, mirë po ajo është vetë në shtëpi, edhe gjithë kohën e monitoroj me kamera se çfarë është duke bërë. Nuk është e lehtë as për familje, po edhe për Sarën në këtë rast është shumë e vështirë që ndroj gjatë gjithë kohës vetë. Ku mbetet këto zhvillimi aftësive shoqërore në këtë rast për të rriturit me autizëm? Mbështetje në punë, shumica prej tyre fatkeqësisht ose kisha pas shumë dëshirë që me ndëgju që një i rritur me autizëm është punësu edhe e merr një pagë mujore. E marrin qatë mbështetje 120 euro edhe kaq. Dhe menaxhimi i jetës së përditshme. Menaxhimi i jetës së përditshme prapë se prapë bie barr mbi supet e familjarëve në këtë rast.